Mirëmëngjesi, të televizionistë të kanë dëgjues të radios Kanë 92.9 FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes, i cili sigurisht e shikoni ka gdhir goxha kthjellët. Koriku po na tregon fytyrën e tij motipike. Tirana të paktën zgjohet me diell, temperaturat të larta dhe një ditë që pritet shkojë diku te 35 gradë. Një mëngjes që të fton për energji, por edhe ndoshta për një debat që ja vlen, tip gjimnastike truri. Edhe bota e futbollit na adhuroi një natë që do mbajt mend. Argentina kaloi më tej, por vetëm pas një betejë të jashtëzakonshme ndaj Kepit Gjelbër. Kampionët e botës janë detyruar të japin maksimumin përballë një skuadri që i vurin fakt të ciklet në vështirësi deri në sekondën e fundit të shtesës. Ndoshta kjo është bukuria e sportit. Favoritët nuk fitojnë kurrë pa u sfiduar. Sot edhe ne do ju sfidojmë jo me futboll, por me mendim, sepse në çdo telefonat nuk do të ketë një pyetje të zakonshme, do të jetë një dilemë krejtëndryshe ku asnjë zgjedhje nuk është e lehtë. Kush do përgjigje ka një kosto dhe ku argumenti juaj do të vlejë më shumë se vetë zgjedhja. Prandaj urgjent. Kushdo që është zgjuar të prenotojë që tani në 069 40 41 003 sepse nuk e dijem se çfarë dileme do të keni sot. Të dashur miq, falenderoni Zotin që ju zgjoi edhe këtë shtunë të 4 korrikut. Të dashur miq me telefonatën. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes Aldo. Kush jeni nga Flisni? Tani nga Tirana. Panon çka ke botë më? Si jeni ju? Mirë shumë. Çfarë thuhet? Me hajtë, e përgjithshme mirë. E përgjithshme. Duket se hajtë besoj kemi fundjavë freskët. Vallai, shëriti çik sot, me thënë drejtën, 1-2 gradë. Duket çik më fresk, inshallah ditë do të. Do, hajtë me mjesi është i bukur. Otan, te pallati, një familje me kalamaj të vegjël luan çdo mazite. Ndërkohë që komshiu punon turn natë dhe flen nator. Tani luan në borë apo luan në shtëpi? Në borë. Tani të dy kanë drejt. Kush duhet përshtatet? Shiko, Aldo. Përderisa jetojmë në një komunitet, i bie që të përshtatet komshiu i turnit natës. Pa punon natë do gjumaj. Fëmijët do gjumaj. Fëmijët me fjale kanë jetën e tyre, përderisa ke ardhur në pallat, ose shkon rria atje në fshat edhe. Po pse duhet shkon në fshat, më fal? Aldo, atëherë pallati është vërtet ndoshta duket komod, se mbyll derën. Pallati është një stall moderne, Aldo. Një stall moderne? Po, një stall moderne. Se kisha një herë. Një stall moderne është se po ta analizoj hol. Varet si gjikon, po. Atëherë, të jesh në rahatin tënde, i bie që të kesh shtëpinë tënde, në borrin tënd dhe ai më fal, po pse quhen rahati? Quhet normale. Normale, po pse të privosh fëmijët luajnë është anormale? Jo. Fëmijët nuk mundi të ndalesh Aldo të luajnë, tasin me zot. Jo, më këtë e diun. Da bord pallatit. Po edhe ti burri, jepë gjyqësi më. Çfarë do lloj ore, ne s'po ndalen dot fishek zarë 12 natës se ka kaq kohë ato. Dhe lësh kalamoj të luajnë ditën. Kjo është hall tjetër, po. Ore, ver kondicionerin, ver dritarët me jo dopje, po 3 xhama, dhe kalamajt kanë punë edhe. Pra vetëm investimi disa milionësh e zgjidh këtë. Po atëherë rahatia ka kushte, për prandaj thash pallati. Jo rahatia, dhe një mos e gatro, nevoja për gjumë, jo rahatia. Ore, ti je i rehatshëm për se gjumë në fleshti kudo, por problemi është që ti mund edhe vapa Aldo është diçka që të ndalon nga gjumi, apo jo? Dhe për të evituar vapën do të më vjen kondicioner. Tani dakord. Me panë me lupë e gjegjon. Problemi është ai s'po kërkon luks, s'po kërkon rehati. Po kërkon një nevojë normale, siç është gjumi. Pa ngrënë ti mund të rish pafund, po pa gjumë vallë të rritet. Po Aldo po flasim në pallat me 70 katë me 10 katë, tani. Ti mund të ndalësh gjithë kalamajt e pallatit, bëj mbajnë qetësi nga borri se do fleshti. Me kuptova. Pa ti e për Skia lart që mund të përplasin tavanin është tjetër gjë. Mirë, në rregull. Mirë tan. Të uroj fundjavë sa më të mbar. Hajde të mbar inshallah për të gjithë. Dhe të lumgoja, rrofshë qofsh. Mirë shumë. Të dashur miq që dilema mbaroi kjo. Kemi një tjetër dilemë. 069 40 41 003 pikërisht në klan
dhe njëkohësisht Blerat e Kombëtare Radio Klan në frekuencën 92.9 sigurisht në FMA. Ne vijojmë. Me back to yesterday. Telefonata një mëngjesi. Kush jeni nga Kristi? Unë jam Tatjana nga Tetelena. Tana, që bën ti? Mirë, mirin një Aldo. Si dukesh ti? Mirë. Me shëndet si ke qënë? Po ja, hajde shtyemi kështu, pleqerie sa ti. Po pse mi sa jetimi Tana? 6 vjetë. Po së shpleqerie be, vazhduro. Ke ko. Do më kujtosh kur të vesh 6 vjetë. Ke ko, zemër, ke ko, po ha. Je shumë i mirë, Aldo. Po, mi normal. Tana, Po, një familje po, kam mbledh ca lek po, për të ndihmuar një prej fëmijëve. po, Tani, djalin që do hap biznesin e jetës, po. apo vajzën që ka nevojë për një operacion që në fakt nuk i rrezikon jetën, por i ndryshon cilësinë e saj. Po, Për këtë i harxojnë këto para këta? po, normale për fëmijë që është sëmur, o Aldo, si thua ti? Po asnjë nga këta nuk thamë që është smur. Po për të dy pastaj dhe për djalin e për vajzën argjojnë Po sta, po nuk dalin me shpirt. O njërin o tjetrin. Po tani, po është sëmur fëmia do argjosh. Po nuk folëm fare për asnjë fëmijë të smur, nuk e di nga dëgjova këtë ti. Jo që se ti që duhet për një Po sepse duhet dëgjuar fjalia e plot në zemra ime. Po, Aldo. Vajzën që ka nevojë për një operacion plastik, kështu? si a? Po, pra. Tani e kuptova. Si ka mundësi e kupton herën e dytë se dëgjon herën e parë? Se dëgjon më fal. Jo, më fal, nuk është për më fal. Kjo ndodh me çdo gjë që bëjmë ne. E kapim thjesht si masmendjes, reagojmë me një rrullshëm. Ja, ke të drejtë. Ndërkohë që e tjetri ka thënë tjetër gjë. Ke të drejtë, fal. Kjo ndodhe me bankën kur shkon firmosësh. Lexoj ato që shkruan, ha. Po thoje që? Jo, unë po gjigjem pyetjes tënde që më drejtove tani. Po, domethënë djalin që do hap biznesin e jetës apo vajzën që ka nevojë për një operacion që Jo, normale djalit, ato janë gjëra qefi, ato presin punë, Aldo, presin kohë. Nuk është gjë qefi, të ndryshon cilësinë e jetës. Aldo, Ami. po është më mirë të jesh ashtu si të ka bërë nëna, o Aldo, ato janë gjëra që presin, janë gjëra qefi, o Aldo. Po nuk janë qefi me motor, ndryshon cilësia e jetës. Jo, gjëra qefi janë ato, më ndihmo djali për jetën, nuk ato janë gjëra që janë jashtë liste. Jashtë cilës listë? Jashtë liste ato që të ndryshon fytyrën, o Aldo. Që kjo, ajo pret puna, ato janë gjëra kur i ke terezit i gjithë, Aldo. E kuptoj. Po le që edhe si kur ti kesh terezit, po më mirë nga shu si jesë sa ato ndryshoshe. Ne na mirë frika për ato që ka ndryshu, Aldo, të gjitha me busë më dhaja, të gjitha me deformime, ato të vjetë është për shkuri që konë. E qartë. Ato duke si kur janë gjajmirë. Ti e more gjithë kohën duke folë për ato, nërkohë që të thamë tjetër gjë. E kuptova unë, Aldo. Rëmbeje shamet, me motor rëmbeje shamet. O, Aldo, e kuptova unë se si e thua ti mua betina. Më mirë për biznes, po mirë për fytyrën. Normali për biznes në fëmisë. Për të ardhmen e jetës. Të djalit. Të djalit, të ardhmen normale. E kuptova. Mirë, Gjan, shumë faleminderit për telefonatën. Proshu, Aldo. Edhe gjithë mjatë. Telefonata një mëngjesi. Një mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Jam Dola nga Korça. Dola. Po. Ti ta zën se je mësuese. Dy nxënës kapen duke kopjuar. Njëri nuk ka mësuar, tjetri në fakt ka kopjuar sepse po humbet bursën nëse merr notë ulët. Kë fal ti? Nuk e fal këtë Kë? nxënës që ka kopjuar, sepse ai kudo që të vej nuk do mësoj dot. Aha. Po ky që po kopjon sepse po humbet bursën? Po humbet bursën edhe kudo do humbas ai. Apo gjuna? Po gjuna është, po do humbas kudo. Pra ti fal, vetëm këtë që ka kopjuar se po humbet bursën. Nuk e fal. Jo, njëri do ta falësh. Zgjidh. Po çfarë të falësh në dilemë kjo? Po ti rrosh për vërtet edhe bursën do ta humbë në qoftë se kopjon kudo, se do ta zen një. Po lëre më kudo ta hedh tani se më vonë rregullohet. Çfarë thuash, ai nuk do marr dije. Po të kaloj provimin, më lëre dijen. Po mirë, kalon provimin, po kur të vesh për shembull do bëhet mjek.
me kopjim, me të kopjuar. Jo, nuk do bëhet mjek, do bëhet për gjyre të rësti. Po ndaç edhe për gjyre të rësti, nuk do di të flas. Po, edhe çfarë pas? Kështu që çfarë do t'i mësojnë nxënësit ai? Kë do falësh ti? Hajde, njerin. Po njerin për njerin. Kë? Unë nuk fal asnjerin, por hajde. Po kë? Ky që kërkon bursën që të fitoj, po. Se është gjynaf? Gjuna është, po hajde. Gjuna janë dhe nxënësit e tjerë që do venë tek ky. Shiko, dola, jeta, domethënë, ndoshta mund mos të përballej me këtë dilemë që sapo tham. Po me një dilemë të ngjashme edhe mund të përballej. Ashtu është e drejtë. Që nuk e diet asnjëherë. E dashur falenderoj shumë për telefonatën. Faleminderit. Po unë dëgjova këtu për ishte edhe një temë tjetër për fëmijët që luanin, që bënin. Çdo telefonat ka temën e vet, zemra. Po. Edhe kemi kështu. Ty tra ke mësuese, besoj çfarë bën. Mirë. Mirë xhan. Faleminderit. Gjithë të mira. Ecim. Rregulli me telefonatën e mëngjesi. Mirë mëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Robi nga Italia flas. Robi si e ti? Po, Robi vetëm ngri pak zërin zemra se më zi dëgjohesh. Po. Kam shumë linjë prandaj. Okej. Robi, në zyrë duhet zgjedhur shefi. Po? Njëri është shumë kompetent, po se duron askush, ndërsa tjetri nuk është aq i zoti, por e bashkon ekipin dhe krijon qetësi. Kë zgjidhni ju? Jo, do zgjedh atë që është që nuk e durojnë dot të tjerët. Po pse? Po ai është më bravo për puna. E qarë, po t'ja o shpifi punën pëse? Po, puna i ka këto Aldo. I ka, a? Kishme është ai që është më kompetent. Më kompetente. Po. Je e bindur për ta? Atë do zgjidhja. Jam shumë e bindur. Okej, mirë. Mirë, Robi, të falenderoj shumë për telefonatën, të uroj gjithë të mirat. Telefonata tjetër, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Aldo, si jeni? Po, mirë, si jeni, ba? Faleminderit, ju mirë. Mirë, kush jeni nga Prishtinë? Unë Bujari nga Fieri. O Bujar. Po do rrave. Te lagja, në një lagje, domethënë, ka një familje shumë të varfër. Po. Dhe ti merr vesh që djali i tyre po vjedh ushqime. Po. E denoncon ti këtë apo hesht sepse e di pse po vjedh? Më ke bërë një pyetje decizive, se unë punoj me këto organe. Me cilët organe? Me organet e policisë. A, vërtet e asë dhja. Nëse, jo, të konsideroj si banor, jo si policë. E kuptova. Tani, në atë në konsideroj që ai është i varfër dhe detyrohet të... Thellë e mendon të këta, apo jo? Ne mendoj që është i varfër, po. Djali është minorena i mitur. A, s'thuat. Do mundohem që ato... 22 vjeç. Do e denoncoj. Do e denoncosh, ti e di pse banoj, apo jo? Po e di pse, normale, po e bëhet ves. Në thot. Kështu që do e denoncoj. Iko e mohabet, thuj. Iko e mohabet. Mirë më Bujar, ti e di. Mirë, dashur, të falenderoj shumë për telefonatën. Respekt, Aldo, je shumë i mirë. Gjithë të mira, ndërkohë. Jemi me Angelin në Tiranë. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Aldo, dhe përshëndetje të gjithëve. Edhe nga dita e sotme. Sa mi që keni ndruar vendin, ha? Këtu jemi, po që si sot është, si ditë e shumë pa tjetër, kuptohet që pjesë. Më pak lëvizje, më pak njerëz. Varet nga zona. Po ikin në plas, Aldo, ikin në plas njerëzit. Po, se kanë 12 të gjithë, pak mirë e ke. Kam parë ndërë në mbrëm, more, kam parë gjithë atë, e pe hatan në mbrëm. Desh nga bëri hatan? Jo. Nuk marrë vesh nga sporti. Jo. Atëre, vite pyetja kryesore, nga se merr vesh? Nga se marrin vesh? Pa. Nga gjërat e tjera, nga ato që marrin vesh. Por shumë. Jo, sporti nuk është më intrigon. Po thuaj 5 të fundit. Cilat, 5 të fundit që marrin vesh? Po, që ndihesh kompetent. Po, në shumë gjëra, Aldo, në shumë gjëra. 5 të fundit thash, ha? Për shembull, unë jo vetëm gazetari, kam studiuar edhe kuzinë, ta kam thënë, edhe kuzinën marr vesh shumë, patjetër. Kam bërë edhe një tatuazh këtu në dorë. Kjo tregon që merr vesh. Jo, ndaj e kam bërë tem për këtë arsye, është një shenjë tregues. Kuzina marr vesh, nga televizioni marr vesh, nga marketingu marr vesh. Ku do të më hedhësh mua,
marrë vesh, patjetër. Seriozisht. Jo nga të gjitha fustat, po ja për shembull këto tre që të përmenda, mendoj që i bëj mirë. I bëj shumë mirë, jo, se shumë mirë do shumë, për t'i bëj, por që i bëj mirë. Në momentin që i ka akceptuar, shumë ka dalë. Nga televizioni shne që merr vesh, nga mësove po kot. Nga televizioni? Televizioni në jam nisur kështu. Do më përpara studia gazetarin, mora një talent show, dhe aty më thanë që ke talent, më thanë mua. Po ç'a talenti? Nga 3800 konkurrues, unë jam përzgjedhur më 50 më të mirë domethënë. Po më të mirë për çfarë? Prapë se kuptova, më të mirë për çfarë? Një analist, një gazetar, një këngëtare më kanë thënë që po ti vlen, një autore programi. Më dëgjoj pak. Ti ke talent, po. Jo, edhe halla ime kështu thot. Po, kjo do të thotë që merr vesh televizioni. Tani, ideja është talenti jam profesionist. Kur më dha, unë s'jam për vetë akoma. Po përpiqem, po. Avash. Po patjetër edhe ti profesionist je në media. Jo, sa të se them. Patjetër. Po patjetër se po flasim për një nga emisionet më e gjata në Shqipëri. Po mirë, domethënë që më e gjata është Trupi dhe Shëndeti për atë punë nëse. Tani, talenti ku konsiston, se prapë se kuptova unë. Talenti, ku konsiston talenti? Ku konsiston te? Që fitove? Ku konsiston te, po në të shkuarën se tani është bërë pika ajo pikëpyetja. Edhe një herë prapë nga fillimi. Ku konsiston te talenti që fitove? Talenti, kam bërë një audicion. Audicioni është procedura, po talenti cili është? Talenti. I kujt? Ti ke talent për ta zotëruar, për ta bërë atë gjë. Po çfarë gjë e mëna? E të dhëna për televizion. E elokuencën, e përballjen me kamerën shumë të mirë, e marrëdhënien që e ndërton e të tjera. Po çfarë marrëdhënie ndërton ti? Po marrëdhënie kështu. Ka shumë persona të cilët unë kam njohur që realisht shumë gazetarë të mirë, shumë të formuar, por s'e kanë marrëdhënie të mirë me kamerën. Unë mendoj që është e lindur. Po lëri ata më po të pyes ty. Po. Ja kështu pra ta thash, marrëdhënia e mirë me kamerën. Ku tregon që ke marrëdhënie të mirë me kamerën? Çfarë do të thënë marrëdhënie e mirë? Por s'ke emocione. Kur arrin të përballosh shumë gjëra në televizion, ndodhi mos ngelesh asnjëherë, edhe pse ndodhi vështirësi se nuk ka vështirësi. Në çdo punë Pra ti quhesh në një farë mënyrë, ti quhesh i mbijetuar. Patjetër, nëse ti nuk e lën në mes, po çon deri në fund, atëherë po tregon që ti ka del dhe ti vërtet e meriton. Pra, pavarësisht çfarë nxjerr nga goja, rëndësisht ka mos e lësh në mes. Jo, çfarë nxjerr nga goja. Nga goja nxjerrim gjëra, po. Edhe jeta kështu është, nuk është gjithmonë vaj. Jeta ka ulje, ka ngritje. Pra është vaj dhe uthull, apo jo? Vaj dhe uthull, sa bukur. Tamam, vaj dhe uthull, patjetër. Ti e rahur me vaj dhe uthull? Në këtë profesion, absolutisht po. Dhe mendoj jo vetëm unë, po të gjithë. Atëherë le ta themi që ti je gazetar i marinuar. I marinuar, po. Ta themi i marinuar. Duhet marinohesh, të brumosesh mirë, që të dalësh. Një sekundë. Brumosja është tjetër gjë dhe marinimi është tjetër gjë. Po, e kemi mësuar në kuzhinë këtë, patjetër. Çfarë lidh gazetari me kuzhinën? E pyetje bukur. Kreativiteti, Aldo, se të dyja janë art. Pra. Edhe një herë? Çfarë e lidh kuzhinën me televizionin? Të dyja janë duan shumë kreativitet. Jo, sa bëra pyetjen kështu. Ta bëra pyetjen çfarë lidh gazetarin me kuzhinën? Kreativiteti. Duhet të jesh të dyja fusha, duhet të jesh kreativ për të krijuar. Aty për të krijuar shijen e pjatave, për të lërturur. Janë dy gjëra të ndryshme. Jo, janë art. Gazetar është një gjë, dhe të krijosh është një gjë tjetër. Mirë. Okej, po dhe një gazetar duhet të ketë kreativiteti. Ku ta ketë? Duhet poezi, shkrime, kështu gjëra. Jo poezi, po duhet të krijoj truri, duhet Ore, në një aksident rrugor, ta zëm se kapi. Cila është pjesa e kreativitetit? Mirë, tani dhe e kemi thënë që gazetaria ndahet, Kronika e Zezë, Kronika Roz,
Po mirë, hajtë, shko të reportazh. Jo, Roza. te kronika e zezë nuk e gjej veten, te kronika e zezë. Ti e te bluja te Jeshilia, diku aty. Apo e te Roza? Te Roza, te showbiz. Nuk kam prekur shumë fusa, kam eksploruar në shumë fusa të ndryshme. Je te Roza vërtet? Një sekond. Ti je te Roza vërtet? Gazetaria Roz quhet showbizi Aldo. Ta sqarojmë për audiencë. Ose si shtuhet në latinisht lloqe. Thashë theme ndryshe, por po. Rregull. Un kam prekur dhe fusta tjera, momentalisht e kam lënë pak showbizin. Si ke prek po? Pasdore momentalisht. Po un kam bërë nga Vox Pop, te lidhje direkte, dhënia informacioneve. Po lidhje indirekte bën teknikët, se bën ti. Jo, lidhje direkte, kur je ti pra raporton në një lidhje. Aha. Edhe kjo quhet arritje. Lidhja direkte? Patjetër, po si o, çfarë thua, normale po, patjetër. Ku ndryshon lidhja direkte nga lidhja shqiptare e Prizrenit? Lidhja direkte është kur ti del përpara je live dhe do raportosh Aldo. Po. Ndërsa lidhja shqiptare e Prizrenit? Se dim, nuk e dim. Duhet të googloj. Duhet të merresh me ta. Shumë shkurt titujt e lajmeve për sot janë. Hopa. Po, shumë shkurt pa humbur kohë, Aldo duhet filluar direkt me lajmin e parë. Më kanë kërkuar 4.000 euro për një vend pune si edukatore. Kaloj e ka dëptuar. Se të kishe 4.000 euro të kishe shkuar edukatore. Kaloj këtë tjetër. Po, e të kishe shkuar, por vjojnë problemet me vjedhjet e pusetave. Aldo, banorët e zonës Stasirit, po kanë treguar që mungojnë këto kapakët e pusetave. Një gazetar duhet betohet? Duhet betohet? Po. Jo. Pse? Nuk duhet betohet. Kuj dihet mund të ketë dhe ateistë të cilët se besojnë për shumë ushtë. Çfarë thumër burr? A duhet betohet për vërtetë, mos s'ka lidhje me ateizmin? Jo, të betohet duhet asnjëherë të vërtetën, do t'rregoj me fakte. Pra, do të thënë. Betohet, ti betohet, po kush beson se u betohet? Pyetja është e vërtetë informacioni që sapo dhe? Ai ti thua të betohem që po. Jo, një gazetar s'duhet ta thotë këtë. Një gazetar duhet ta vërtetojë Aldo. Me fakte, prova. Se keni bërë në shkollë betimin ju? Betimin e gazetarit? Mos ta habi tani. Betimin e Hipokratit të diun. Po çka ke marrë ti mjekësia apo? Jo, unë këtë di që betohen Hipokratët. Jo, mos zotri, ç'është Hipokrati? Tani e dia unë këtë po. Hipokrati, do të thënë mjekët infermierë përpara se të dalin në profesion. Në zanat bëjnë betimin e Hipokratit, po. Betimin e Hipokratit. Po këtë dim, po pyetja është ç'është? Një i shenjtë në mjekësi. Si i shenjtë? Ishte një person shumë i rëndësishëm në mjekësi, domethënë. Po çka ka qenë Hipokrati më burrë në lumen tani? Hipokrati ka qenë çka, filozof, çka ka qenë? Afri. Sa ka qenë, shkencëtar. Një person i madh i rëndësishëm, fenomenal Aldo, që bën buja ka bërë buja ti kur shfaqur. Hipokrati i Brazilit, kur mos na habit tani ti mos na lyben. Ti the Aldo gazetarët. Është një shprehje. Po një sekond, pse ndron robeti më burr? Të mos njohësh në moshën tënde Hipokratin e Brazilit. Sorry, plak po. Hipokratin e Brazilit, po aty. Jo të Brazilit. Hipokrati është në mjekësi, Aldo. Po në mjekësi pra doktori i skuadrës braziliane më po na lumen. Në mjekësi e prap. Në mjekësi jemi këtu. Po cili është betimi? Është pyetja. Pse betohen mjekët për shkak domethënë për doktorin e skuadrës Brazilit? Po pyetje vështirë kjo. Do marrësh pak kota qesh? Mos për të. Ja Aldo, në mjekësi Hipokrati nuk i bëhet fjalë babait e mjekësisë. Ai e thon. Aha. Ve 4.000 euro. Mashtrusi i vogël, patronazhisti i vogël. Patronazhisti i vogël. Mirë, shko shtriu pak. Është bërë zjarrshëm i gazetarëve që sapo prezantuam të dashur miq. Si thon në rajc të prenjasit thon, ç'të mbjellësh të korrësh. Okej, mirë, të dashur miq, këtu jemi ne. 069 40 41 003. Nxitoni për të prenotuar sa më shpejt se çojnë gjithë nga gjumi pastaj dhe bëhet dytën e madhe dhe Allah të ka vështinjen. Ora eksakte domethënë do dhe pak sekonda për të vajtur pa 20. Mirë, mrekulli.
Jemi në telefonatër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Aldo. Ushqeni nga Pristi? Si dukeni mirë këtu në Tiranë, Mira. Mira, si jeti zemër? Kemi, si duket. Me shëndet si ke qenë? Po mirë të themi, ha. Shqyqyr, me këtë vapër më Mira, ku do mbytë? Pa, man, po ne nuk ka gjendet karari, halë me vape, halë me të këto. Pa, man. Kur të vapë. Po. Mira. Viti para, viti dytë. Po, bravo, kur të vapë. Verë është në fundit hajtë në që të bëjmë. Bravo. Mira. Kushta mund si të bëj plazh, le të bëj, kush s'ka, le të rinë shpi. Po jo, shiko, me qenë sahabe si muhabet. Po. Është gabim, po që për freski të shkosh në plazh, do në gabim. Është më mirë të shkosh në mal. Në mal, po pra, unë jo në plazh. Plazhi... Nuk kam stish për të dalë në plazh, në rër, apo në det, apo në unë. Plazhi është pak monoton në zemra, ndërsa mali, ka më shumë gjyra, ka variacione, më shumë se plazhi. Do të thush se do lahesh në det. Mirë, është tjetër gjë. Jo, deti nuk më pëlqen fare. Jo, deti është bukur. Ka me kuptim për të çlodhur, për të vajtur diku, jo për të. Çlodhja ka kalohet në mal. Ka një vend të bekuar që pak vende në botë kanë, siç është Filadelfia, Pogradeci. Po Pogradecare jam unë. Ha. Çfarë thotë ja urdhra? Çfarë më thua? Si lidhen gjërat e shefte apo jo? Këto më thua, Aldo. Sa fundin Pogradec, prandaj po them që do të isha në Pogradec tash faktikisht. Në Pogradec, me qenë se fjala. Po. Prindrit kanë vetëm një apartament. Po. Kanë 2 fëmijë. Po. Mua dhe vlla. Okej. Prit. Njëri ka jetuar gjithë jetën me ta dhe është kujdesur për prindrit. Po. Ndërsa tjetri ka qenë emigrant dhe u ka çuar para për 20 vjet. Po. Pyetja është, kush e meriton shtëpinë? Ai që i bën zmet. Nuk është problemi me të dërgu para të populacionit të Tiranës. S'është problemi, jo, s'është problemi i lekëve, se ta është yzmeti dhe afërsia që ka nëna me fëmijën e vet. Është shumë më pasuri më e madhe, e kam provuar vetë, prandaj po të them. Nuk mund t'i marr asnjë gjë vllajt, sepse ai ja bëri denuncia, ja bëri yzmetin deri ditën e fundit. Tash unë të ngrihem edhe të them, dua unë ose kujt nuk i pëlqen pasuria apo më thej të tash, por duhet të ketë psikologjik. Kjo është relative, nuk është absolute. Si keni atë këngën juve? S'kam që dua pasurinë, jo, pasurinë edhe dua, po është puna që duhet ta marrësh atëre kur ty të takon, jo atë që s'të takon. Domethënë. Ka 20 vjet ai që çon lek. Le të shtoj, nënës të vet sepse i bëri kokën. Punja më së fundi ka detyrim material. Ky ka dhe material që e mban edhe mirë, kështu e gjykon në shpirtërore, është më... Dishto, tash neve plejshme... Po ti dimi zemra, s'po them që e gabimi, jo. Jo, në rregull. Neve tash po e provojmë, se kur ishin ata të më dhejtë, ishim, do bëhemi neve 60, do bëhemi në 70. Jo, po vajt kërkemi dhe... Mi na thoshin që do vini dhe na kujtoni dhe është e vërtetë. Është shumë e vërtetë që po i kujtojmë. Kjo është një temë shumë e bukur që ndoshta e bëjmë javën tjetër. Okej, shumë. Domethënë tema është kjo, në cilat raste ty, se kam me ty, po në them parim. Jo, okej. Në cilat raste ty të kujtohet shpreha e prindërve kur të vish si ne do kuptosh. Kur tani më ashtu ja, se jo, e ka fjalën si temë kjo qëndron. Sepse secili ka të vetat. Po. Kur të është kujtuar fjala e babait apo e nënës, kur të bësh sa ne, kur të bësh prind dhe kuptosh. Jo, prind. Sa e bukur si tem kjo. Bravo, kur jam bërë prind, po, jam kujtuar se zdo. Nëse, e ndruan muhabetin. Aman se ju për këtë me një qap ndroni muhabetin, ja. Jo, e dyfishuar kjo kur dola në pension, që nuk, do më thonë, mund të punojsha, por nuk punoj dot. Do më thonë, më kupton. Janë ka gjëra që... Mirë motor, se po na pres, po Okej, po më me zi ju kapa dhe unë ju. Dhe gjanë, gjithë të mira, të rofsh. Telefonata një mëgjesi. Mirë mëgjes, do. Kush jeni nga Fisti? Tani nga Torriku. Tani, në një klas, një nxënësi është brillante. Është e shkëlqyer në mësime. Por, tallet shumë me tjerët. Një gos tjetër, në fakt se është e kundërta shumë e sjellshme, por rezultatet i ka dobta. Tani shkolla jep vetëm një çmim. Kush e meriton? Çka? Po deshe. Jo. Modestia, po... Po pse modestia? Po... Tem... Do më thënë... Ajo që është më e zonja. Kjo me notat mira, po që tallet me tjerët. Po.
Ja bën aftësia saj, pranaje. E qartë. Ja bën egoizmi. E kuptoj. Ndonjëherë egoizmi, domethënë, bëhet edhe potullëk, edhe potullëk pas karallëk, e kuptova. Mirë tano, të falenderoj shumë për telefonatën. Mirë, Aldo. Gjithë të minat. Të dashur miq, që ora eksakte do dhe paraforësisht 11 minuta për të shkuar fix 8, kështu që kemi ende kohë. Nxitoni për të prenotuar në 069 40 41 003. Sa më shpejt, aq më mirë. Shijojeni këngën. Jemi në Vlorë me figurën e Vlorës. Djalë hëmo. Mirëmëngjes, janë të nga Vlora, me kodë e bukur sot në Vlorë, freskët mëngjesi. Po ne e përgjithshme ja mirë, me të drejtën ja pak të mërzitur. Jo, por le ta themi të lodhur nga ajo e dieshme për arsye se kemi pasur po ishim duke para të ndeshjen ditë të dieshme që po loste Egjipti me Austrinë, dhe patëm ca debate, ca zënka me njëri tjetrin ca tifozët, por nuk e kuptoj nga dalin ca tifozët të cilët si kemi parë ndonjëherë, me thënë të drejtën. Mirë, Austria hajde se ka ata tifozët e tjera, po të kishte edhe Egjipti tifozë. Po pse më çka ka? Mos këtë Egjipti? Jo, nuk është se ka ndonjë gjë, po që të mbrosh, ta mbrosh atë lloj skuadre, është shumë e mirë, nuk po them. Po ta mbrosh, në kuptimin sigur skuadra kombëtare jotja, kupton? Po më marrë, pastaj s'ka vëllën në basore për atë punë. Mirë, asë bëhet pja se ka qenë diçka në këtë mes, se kupton, por që si pasi u fitua undi pakët si ka, kupton, të patën ose kaloj deri në atë lloj debati, si ta. Po çfarë ndodhi me atë prapë kuptoj çfarë ndodhi? Po ka qenë koha kur kaloi ndeshja me penaltie, kupton, humbja e parë e penaltisë lojtarit të paqë gjuaj ti. Aty filloi, domethënë, ata Egjiptit filluan pastaj të ofendonin ata Austrisë, domethënë. Ishin ndarë, domethënë, ndoshta mund të ishin edhe shoka, ku dëgjon, domethënë, ishte një grupim madh. Edhe filluan me ato ofendime, domethënë, të cilat ishin jo shumë të rënda, le ta themi, kupton. Filloi deri në atë moment sa fitoi Egjipti, domethënë, aty ka arriti deri dhe në duke u zënë me grushta me njëri tjetrin. Dia? Po, dia. Po nuk e di çfarë arsye, ndoshta mund të qenë punë pasti, ndoshta Ina, domethënë dhe i mbartur më para edhe. Imagjino ç'po bëkan sot në orën 7 darkës kur diet Kanada me Marokun. Nuk e di. Tani këtë du t'i bje që të pastaj Paraguay me Francën. Në orën 11. Aty i bje të vësh elementat në kokë edhe shikosh ndeshjen, të ndryshe s'ke çaj bën. E marrësh. Po emocionet ka sporti normal. Po pse në ti fjetë gjumë, nuk e pe Argentinën, Jo, ishte çik vonë, me të drejtë. Nuk e di çfarë ore ishte, po që e pashim. Ore, vonë pa vonë, janë ndeshje që nuk mund të humbash, se nuk është se ndodhin për ditëra. Jo, e drejtë. Po që nuk e di si ka dalë si rezultat, me të drejtë. Besoj të ketë fituar, nuk e di. Si mendon ti? Ku shkon? Nuk e shkon me penalti thua. Atë lëre, po them kushiku. Së shkon mund ajo, Argentina s'besoj të ketë ikur, Argentina s'besoj. Ti nuk e beson, la, po kepi gjelbër, iku. Po mi, kepi gjelbër, okej, iku, jam dakord. Ta se mos të e për Argentina, se aty do më thëmë të ishte kulmi, nuk e di se. Pjesa pa besueshme ishte që iku kepi gjelbër. Okej, mi me shikoj, edhe ata lozin bukur, mi, unë e thash edhe dijen mos gaboj që janë ca skuadra të cilat nuk kemi parë në të formë që janë të vit. Ti ke dashur i vogël kemi në gjelbër, e mbaj mend. Atë po, ka qenë skuadrë mirë. Po. Tani ka filluar dhe akoma dhe më mirë, po që kontrolin e anshëm shpresoj të jetë. E mira s'ka fund. E mira s'ka fund, e drejtë. Iku, tjetër. Ndërsa mi që jemi të këtë pjesë ndeshjeve, ando groja për zë buri nga shtëpia për arsye se me që nuk e linda të tilde, po të patën kishte lënë një favor që të patën të mblidhe ata dy shokut, të më gjitonat e ti, dhe të shkonin ndeshjen, edhe njerë mblidheshit e njeri, njështë e tjetri, i ra rasti këti tani, dhe në momenti që u mblodhën, filloj ndeshja ato
si i thonë, goditjet e para nuk bëhe shikor, filloni bërtisnin dhe zonja nuk duronte dot më, sa i ka bërtitur një herë, 2 herë dhe 3 herë, domethënë i ka thënë dilni për jashtë se nuk u duroj dot më, ka filluar debatet derisa e ka qelluar bashortin e saj. Ka qelluar bashortin e saj, domethënë në forum. Jo sheri, e kupton? Po që në kuptimin që ikja ndem në forum dashurie, le ta themi, në forum dashurie. Por në goditjen e parë shokët e tij ikën vetëm, thon pa mirë. Pa bërë rezistencë i parë. Po ndërsa një debat tjetër ka nisur ndërmjet një vajze alto, e cila ka dikur një vit e cila është e martuar, por në fakt ka një debati me maman e saj. Për arsye se vajza është të 3 vjetave, por e jema i thot her pas here shiko, bëni fëmijë të iku mosha, je moshë e madhe, atëre kur të duash ti nuk do bësh dot, kështu që tani shkoa, por vajza ka arritur deri në debate, shko me jetën time, unë e di se vetë është nevojshme të ndryshti, derisa është më sigur pak me thonë drejtë, po shpresoj të arrin ta mirë kuptoj një ajo shpresë ta madhe ne. Ke më? Apo këto kishe? Jo, pak a shumë të gjëra të vogla kemi pasur. Një shoku. Suksese në jetë dhe mojë lëshoni vlorë. Mirë? Shumë falenderit. Jo, do vem pa vlorë. 069 40 41 003. Okej, jetë kemi dashumi që përsëri në studio. Do flasim sot për një temë të veçantë. Si vjet, sidomos, por edhe si vjet, Shqipëria thuhet që po përjeton një boom turistik, numrat që ne lexojmë gjithandej rriten çdo vit. Restorantet janë plot, hotelet ndërtohen me shpejtësi dhe çdo fshat duket sikur po kërkon të bëhet destinacion. Tani, është një pyetje që në fakt pak veta e bëjnë. Ne po ndërtojmë turizëm apo vetëm po shesim pamjen, sepse një vend mund të ketë mijëra turistë dhe prapë e humbet identitetin e vet. Sot do flasim për një model krejt tjetër zhvillimi, agroturizmi, jo si mod, po si ekonomi, si kulturë dhe mënyrë për të mbajtur gjallë fshatin shqiptar. Personazhi i ftuar nuk është se flet vetëm nga teoria, ai dikur drejtonte Komitetin e Evropës Lindore në rrjetin global të agroturizmit, sot është president i këtij rrjeti dhe ka parë nga afër modelet më të suksesshme në botë. Jemi ne në fakt në rrugën e duhur apo po e humbasim shansin e madh që na ka ardhur dhe pikërisht për të ne kemi profesor Shpresim Domin në studio. Profesor, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe shumë faleminderit për ftesën. Ju faleminderit juve që erdhët sepse le ta nisim me një pyetje direkte. Kur ju, sikur edhe ne dëgjojmë shpesh herë politikan apo biznesmen që çdo restorant në fshat e quajnë agroturizëm, ju buzëqeshni apo shqetësoheni? Në dy role në fakt, po më shumë ti në rolin e profesorit, meqense e hulumtojmë si fenomen edhe si koncept dhe kur ka gabime konceptuale është goxha shqetësuese të drejtën dhe shqetësohem sigurisht, por edhe në kontekstin e sigurisht ju e thatë çfarë shikojmë në terren se çfarë është agroturizmi i vërtet, është shqetësimi dyfisht dhe shqetësimi trefisht ndodh kur le të themi keq orientohen energji dhe burimet që duhet shkojnë tek agroturizmi real. Kur e flas energji financiare, para publike, flas investitorësh etj dhe mbi gjitha krijimi një pakënaqësie ke vizitori i cili shkon për të përjetuar agroturizëm, por përjeton ndoshta se kundër thatë ju vetëm një restorant në fshat. Dhe ky është problemi më i madh, do thoja unë, ndaj dhe ju bëhet shumë mirë që e nisët në këtë pjesë, sepse ky rrjeti global i agroturizmit prej tashmë qysh prej 2018-s ka nisur një punë dhe e përfundoi vetëm pak muaj më përpara për të përkufizuar se çfarë është agroturizmi. Dhe përfundimisht për ta bërë edhe të thjesht për njerëzit. Është një lloj martese mes bujqësisë dhe turizmit. Por ashtu siç e do tradita shqiptare që kur martohet një çift, gruaja, përgjithsisht femra, shkon ke shtëpia e mashkullit e burrit dhe turizmi duhet të shkoj tek ferma, tek prodhuesi. Përndryshe nuk ka kuptim. Pra është agroturizmi është një fermë prodhuese, çfarëdo lloj prodhimi, blegtoral bujqësor, e cila komplementohet me shërbime turistike, e thënë thjesht. Prodhojmë produkte bujqësore, ofrojmë edhe pak shërbim restoranti, shërbim ushqimi, pra produkti transformohet në ushqim,
prodhojmë produkte bujqësore dhe pak shërbim restorante dhe pak akomodim, prodhojmë produkte bujqësore, ushqim, akomodim dhe rekreacion, sa më shumë aq më mirë, por baza duhet të mbetet ferma. Arsyeja pse ka lindur kjo shumë shkurtër, sepse agroturizmi duhet t'i vinë në ndihmë prodhuesit të vogël, kryesisht në zonat kodrinore, malore. Ne kemi në qendër për të mos u larguar. Ne kemi në qendër. Atë flin që ne merrnim diku rrugët për ta hëngur tropoj me demek, aty sa se di unë vend se aty mrapa e kanë mes Tiranës. Sot Lakrorin që shkoi diku në Korçë, ku diun kush. Andaj e ke këtu. Shqetësimi si kundër nisën bashk qëndron, por sigurisht unë gjykoj që ju si media dhe çdo kush aktor që ka lidhje me agroturizmin duhet të theksoj këtë pjesë, sepse në fund sikur po thoja, ne duhet të ndihmojmë ato që janë më vulnerabël. Më vulnerabël është fermeri i vogël, kryesisht në zonë kodrinore malore. Zonat të cilat përgjithsisht klasifikohen edhe si zona të pafavorizuara. Pra në thelb agroturizmi do ndihmoj këtë kategori, se e shfrytëzojnë edhe të tjerët si investitorë. Okej, dakor. Ne jemi ekonomi të lirë, por thelbi është ky që tham ne. Sot Shqipëria po ndërton turizëm apo po ndërton vetëm vende ku turistët hanë mirë dhe bëjnë një foto? Është dilemë. Për hir të vërtetës, nga studimet që kam bërë në turizmin shqiptar, më rezulton që turizmi shqiptar është në atë fazën udhkryq, po e thënë më korrekt, është nga faza e zhvillimit për të kaluar drejt fazës së konsolidimit, sikur i ka ciklin e jetës turizmi. Dhe është një moment shumë interesant që neve do të tregojmë nëse jemi të zgjuar ose jo. Nëse duam të ndjekim një turizëm linear si gjithë të tjerët, dhe të vështirë për t'u identifikuar dhe për të dhënë arsye turistit pse duhet vinë në Shqipëri, apo një ofertë që bazohet në identitet. Dhe një nga instrumentet super të fuqishme do thoja për ta ndërtuar një ofertë me identitet, sepse ajo çfarë na përfaqëson ne, nuk përfaqëson as Greqi, nuk përfaqëson as Malinezi, kështu me radhë. Është agroturizmi. Pse? Sepse agroturizmi është ajo ferma që tham neve, e vogël në zona të caktuara, e cila është thuajse ndër aktorët e vetëm që ka ngelur, do thoja, që ka ato elementet identitar tonë. E kam fjalën për burimet antropogjene, historinë, stilin e jetesës, kulinarinë, gjithçka që ka krijuar njeriu ndër brezat, qysh se kemi historinë neve. Aty janë ende dialekti, veshja, folklori, dhe agroturizmi sot e kanë pikë të fortë të element të bashkëshoqëruar edhe me elemente natyrore. Lumi, liçeni, mali, peizazhi. Do të them, ideja është sa përqind asaj që sot reklamohet si agroturizëm në Shqipëri, është vërtet agroturizëm sipas standardeve që thoni ju. Shumë e vogël për së vërtetës, dhe ky ka qenë debati i vazhdueshëm mes shoqatës agroturizmit të Shqipërisë që unë përfaqësoj dhe politik bërësit, sepse qysh u nis kuadri normativ u bë shumë kufizues dhe shumë pak agroturizme kemi reale sot në terren. Shoqata e agroturizmit ka rreth 100 anëtarë që ne besojmë që janë agroturizme të vërteta, sepse parimet dhe kriteret që ne po diskutojmë këtu janë respektuar gjithkusht që është bërë anëtar e kësaj. Por në terren ka mbi 300 të tilla, të cilat për arsye të caktuara ende nuk janë bërë anëtar shoqatës dhe për arsye shumë të caktuara nuk janë bërë ende certifikuara. Mos harrojmë, sipas Ministrisë turizmit vetëm 100 janë agroturizme të certifikuara të plota dhe para certifikuara quhen. Për ta bërë thjesht për njerëzit, para certifikuara është dikush që nëse ti ke një ide për të bërë një agroturizëm, të jepet para certifikata, por ideja jote është në proces së sipër, nuk është bërë ende. Derisa konsolidohet. Por e certifikuar plotësisht janë diku tek 40. Në cilën sot që flasim vetëm diçka që dua ta. Shqipëria shumë mbrapa. Në cilën pikë? Shqipëria shumë mbrapa. Domethënë në sensin e agroturizmit. Në çfarë pikë kashimi këtu? Apo nga ta kapësh ti? Shqipëria, jo, për së vërtetë nëse ka një moment përveç sfidave dhe problematikave, nëse ka një moment që ne duhet ndihemi krenar, paktën në rajon, është sigurt. Po ta krahasoj qoftë me Greqinë, me Kroacinë, Malinezi, Maqedoninë, Kosovën sigurisht. Agroturizmi është shumë i evoluar se gjithë këto vende. Më evoluar se në Greqi? Në kontekstin politik bërës, në kontekstin konceptual, në kontekstin praktik dhe në kontekstin e kësaj që po flasim neve, sepse nëse ka përveç sfidave infrastrukturore, burime njerëzore të tjera, sot agroturizmi shqiptar po punon realisht, janë shumë zgjuar supermarkete, i cili ti njeh thuajse gjithë dhe po mundohen të arrijnë standardet që i kërkon procesi i integrimit në Bashkimin Evropian, pa diskutim, por standarde të bazuara në
në rrënjët e tyre lokale, ajo identiteti që po flasim ne. Po ku? Sepse jo ta them unë, sepse ata kanë kuptuar që në qoftë se do të krijosh një eksperiencë autentike, sikur po flasim edhe ne dy këtu. Për vizitorin, ti duhet të jesh i veçantë, dhe veçantia krijohet thjesht dhe vetëm në atë se si ti je. Për shembull, sapo përmbyllëm një studim për shtetin e Polonisë, Shqipërisë, në ca kolegë të mi tani, Hungarisë, dhe rezulton që Shqipëria ka më shumë identitet në ofertën agroturistike. Vërtet? Po, pse? Mu duk çudi me thënë drejtën dhe po bëja unë analizat dhe do doja thash ta heq të tekse, po ma shikon ata kolegët dhe thonë tipo paragjykon si janë edhe ata polakët dhe hungarezët pjesë e punimit. Por duke elaboruar më tej, arrita të kuptoj që në fakt kur shkon në një agroturizëm në Shqipëri, ti gjen atë thjeshtësinë të krejtësisht në mënyrë se si janë ata njerëz. Kamarieri nuk vishet në mënyrë profesionale, nuk shërben në mënyrë profesionale, nuk flet në mënyrë profesionale, etj, për të cilët siç sillet me anëtarët e saj të familjes. Po të shkosh në Poloni, kjo gjë është gati e vështirë sepse aty gjen profesionalizëm. Tani profesionalizmi është gjë e mirë, pa diskutim, por nga ana tjetër edhe elementet e thjeshtësisë në ofertën tënde identitare është rezulton paktën nga ky studimi, edhe po flasim në studim mbi 300 sipërmarkete turistike në këto 3 vende të hulumtuara. Kjo është ai mënyrë se si duhet ta kuptojmë. Jo, un kam një pyetje që ndoshta si pëlqen shumë pronarëve, po nëse një restorant blen domatet në treg, e merr mishin te frigoriferi dhe vetë ndodhet në fshat, quhet agroturizëm kjo? Jo, për dy arsye. Para një herë ligjërisht nuk quhet sepse duhet të ketë paktën 40% prodhimit në fermën e vet. Dhe të paktën 30% tjetër të jetë i siguruar nga zona lokale. Kush ka fermë? Ky është problemi. Ky është problemi pastaj që është objekt diskutimi i mos respektimit. Pastaj ka dhënë që ferma quhet një obor? Jo, ferma është minimumi 1 hektar, sipas vendimit të Këshillit të Ministrit. Është shumë e rëndësishme për të theksuar kjo, por mos harrem, meqense jemi këtu. Agroturizmi bën edhe një gjë tjetër, se do i them edhe sa shifra të rëndësisë së tij. Rrit fermën. Mesatarisht sot një fermë bujqësore ka 1.2 hektar. Mesatarisht sipërfaqja e tokës për një agroturizëm është 10 hektar. Ka logjik, sepse agroturizmi, sikur të tham, përveç se prodhon, ndodhet tokë për argëtim, për ndërtim, për rekreacion, për restorant e kështu me radhë. Cila është më fitimprurse? Të prodhosh ushqim apo të ndërtosh dhoma për turistë? Teorikisht dhe praktikisht, realisht shërbimi i akomodimit është me marzh më të mirë fitimi. Volum është për tu parë rasti sipas rastit. Por si marzh fitimi është njësia akomoduese. Ndaj dhe një pjesë e mirë nga turizmi janë vërsulur në fakt kësaj shërbimit të akomodimit. Pikërisht për të duan, apo ndodh që turizmi në vend që të shpëtojë bujqësinë, po zëvendëson rolin e bujqësisë? Se bujqësia është edhe gjë. Pyetje me vend, por mendoj që është plotësues, mendoj që është një vlerë e shtuar nëse neve zbatojmë konceptin e agroturizmit ashtu siç duhet. Nuk mendoj se është shqetësim. Me se keni parasysh, flasim për 15-20 vitet e fundit, kudo në botë, bujqësia ka rënje të pashmangshme për shkak të industrializimit të saj. Pa diskutim. Dhe çdo fenomen ka impaktin e vet pozitiv dhe negativ, dhe agroturizmi mund ta ketë atë që thatë ju, por është një alternativë zgjidhje, dalje nga një sër sfidash për së vërtetës për bujqësinë dhe sidomos për fermerin e vogël. Për të mos thënë është alternativa e vet. Ju vetë vini nga shkolla, vini nga bota akademike, domethënë nga një shkollë që për fatin e mirë ka patur vlerë shumë të madhe. Universiteti Bujqësor i Kamzës, jo thjesht në këtë kohë, por edhe në atë kohë. Ka qenë një prej shkollave elitare, të paktën për Europën, se këtu në Shqipëri kishte një lloj kështu, edhe bullizoshi ka çik, thonë. Po, e vërtet. Po që ka qenë me vlerë në Europë paktën. Edhe para 90-s, po edhe mbas 90-s. Pyetja është, cili është gabimi më i madh që Shqipëria po bën sot në zhvillimin e turizmit dhe që mund ta paguaj mbas 10 apo 20 vitesh? Shumë interesant dhe është ekstremisht koherente. Duke pas parasysh vlerën e madhe që ka shkolla juaj. Eksakt. Turizmi dhe aty ku luan rol Universiteti Bujqësor lidhen në pikërisht tek pjesa e agroturizmit, por jo vetëm. Nëse turizmi
nuk është katalizator i zhvillimit, atëherë nuk vlen as konceptualisht, as praktikisht. Çfarë dua të them për ta bërë thjesht për njerëzit? Ne kemi parë ndërtime resortesh, të cilët janë ishuj, të pa lidhur fare, të pa shtrirë, le të themi me rrënjë në territorin ku ndërtohet. Praktikisht nuk blihet produkti në territor, importohet, që për ne është dyfish gabim, sepse përgjithsisht resortet i ndërtojnë investitorët e huaj, të cilët fitimin e marrin dhe nxjerrin jashtë. Plus edhe produktet i blen nga jashtë, që do të thotë paraja jonë del prap jashtë. Dhe në parim, edhe në disa raste praktikisht nuk është skema e duhur. Ajo që po bëjmë ndoshta, se mund rithemi edhe njëri asaj që tham, është një momentum që ne duhet të kuptojmë çfarë drejtimi do marrim, do ndërtojmë. Nëse do ndërtojmë turizëm që shtrin këmbët dhe shtrin rrënjët në territor, në kuptimin që është gjithë përfshirës, pra bëhet shërbim turistik, por kërkon edhe prodhimi të konsumohet. Kërkon edhe burimet vendase të angazhohen në punë. Kërkon edhe njerëz të kualifikuar që futet në lojë pastaj në universiteti. Në universiteti ynë për vërtetë sot që flasim kemi programe për turizmin, por kemi program dedikuar edhe për agroturizmin, që është unik, do thoja, dhe shumë vende të tjera të rajonit realisht po e marrin si model, me gjithë vështirësitë që kemi, me gjithë problematikat që kemi që ne i dim. Por në parimim munduar të jemi koherent me kurrikulat dhe ndoshta ju e dini, po kohët e fundit Universiteti Bursori është nështruar një reforme të thellë kurrikulare, sepse pam që po lëndet që po bëhen nuk janë më që i përgjithë. Profesor, në shkolla juaj ka qenë, domethënë para 90-s dy kanë qenë. Universiteti Bursori Kamzës dhe liceu, që një feshin liceu artistik që domethënë kishin një vlerë, s'po them vetëm në Shqipëri ose në Ballkan, po njëfe edhe në Europë. E vërtet. Universiteti Bursori Kamzës dhe liceu artistik këtu në Tiranë. Liceu iku Varja. Tani ka ngel vetëm shkolla juaj që vijon të ketë të njëjtat pozita, pavarësisht zhvillimeve apo ndryshimeve. Tani pyetja është, ne nganjëherë ngatrojmë luksin me cilësinë. Që do të thotë, a ka agroturizëm me pishina? Shiko, shumë interesant kjo puna e pishinës, do ta sillja vëmendje në rastin e Italisë. Italianët janë shumë të rafinuar në atë që duan. Dhe nga ande kemi si ide dhe kemi edhe sigurisht edhe ne, po mendoj që nuk prish një punë të madhe të ketë edhe, le të themi, asortimentet kësaj natyre, një oferta agroturizmit. Por riktheksoj edhe një herë për mendimin tim, se lind pyetja ekzistenciale dhe momenti që po flasim. Nëse do duam të jemi të veçantë nga vendet e tjera të rajonit, ne duhet të thellohemi në identitetin tonë, ofertën e identitetit tonë. Pse e them këtë? Sepse ne jemi në Mesdhem. Mesdheu është hotspoti kryesor turistik i Europës. Europa është hotspoti turistik i botës. 50% e 1.2 miliard njerëz që lëvizin gjithë botën vinë në Europë. Por në Europë kryesisht për në Mesdhe, për shkak se turizmi masiv bregdetar ndodhet në pjesën e Mesdheut. Imagjinoni tani në këtë situatë të mundohemi të bëjmë një ofertë lineare si gjithë të tjerët, kur të tjerët kanë shekuj ndoshta që merren me turizëm dhe ne kemi në kuptimin e plot fjalës turizëm si fenomen dhe si sektor është 2000-shin e këtej ka nisur, neve na ngelet të jemi sa më shumë vetvetja. Sa më shumë vetvetja. Dhe realisht prit. Nuk duhet të përqendrojmë energjitë në Bregdet. Bregdeti gjithmonë ka dhe do ketë punë dhe masivitet. Se më reagoja për to. Përqendrimi ynë duhet të jetë në territor. Turizmi brenda territorit. Turizmi rural. Turizmi i agroturizmi, turizmi i ushqimit, turizmi i verës. Janë gjëra që ne janë aty, po thjesht duhet t'i lëvizim dhe t'i çojmë pak më lart. Për shembull, vera është identiteti ynë, pavarësisht se. Po lëre. Ti vetë ke qenë, pa diskutim, ke qenë në theth, ke vajtur. A bën sens që, dakord, hotelet sa vine po bëhen më të mira, po ka dhe bujtina, shoqëri kanë rujt dhe bujtina. Që vinë, ka dhe mundësi që në obor, ai turisti ngrej një çadër kështu, me 5 euro, ku diun s'pa mund, një sfim qesharak, domethënë, mund të rrit kaloj natën aty se kështu ka qef, në rregull. Po çfarë kuptimi ka që të gjitha shkojnë në Shkodër furnizojnë dhe kthehen në theth. Sepse askush aty nuk prodhon. Sepse ata nuk flasin me njëri tjetrin. Dhe nuk e bëjnë shiko ta marr djathtin nga ty, këtë domate bëj marr këtu, këtë bëj marr atje, këtë bëj marr. Pra, ka një lloj amullie dhe nonsensi
saqë një vend prallor dhe aq i bukur, saqë është theti, bona theti kot, nuk kanë asnjë komunikime me njëri tjetrin, është skandaloze. E prodhon mana e shes do e bëra aki thotë do të çojnë në Shkodër. Në vend të japi komshiut që ka restorante apo bitinën. Pra, t'ja japi, t'ja shesi. Shumë e vërtet për vërtetës, është konstatim i saktë, ka zona dhe fshatra të tjerë, edhe të tjerë, pa diskutime, në konvështrimin tim. Por në Rubik, se shkallon një lumë aty ku dëgjon, se është një lumë. Po. Erdhën ca vëllezër nga Greqia, se më kujtua, dhe fillon prodhonin salcice. Është shumë interesante. Me ato kështu të thjeshtë, karike të thjeshta. Po kështë lezet, përse që e buz lumit, buz një përroje, këtë në qashtë aty. Exakt, kjo mënyrë që si e përshkruan të ekspresin tënde, është exakt që për flasim, exakt. Pra, vizitori... Tani vajtën, kanë shtuar dhoma. Dhe i kanë gullu pjatët, i kanë bërë bukra me athike, me piru. Dreqi e mori, ba ta shkori njërës e për hangër me dorë aty. Tani e ka bë. Okej. Besoj jemi të njëjtën linjë në mendimi edhe personalisht insistoj shumë që në qovë se neve nuk kuptojmë që duhet jemi vetë, është shumë e thjeshtë më drejtë mori. Është edhe më pak investime. Mendoj që do shkojmë në ndërtimin e punës. Edhe të rinj që duan të investojnë. Për shembull, ta zënë se një i ri 30 vjeç sot ka 150.000 euro. Ta zënë, se i gjen apo i ka apo i merr. Cila do ishte këshilla jote? Të hapte një lokal apo hotel të Buzdetit, apo një agroturizëm serios në fshat, dhe pse? Të marrë një mendje. Po. Realisht unë këtë bisede bëj shpesh me studentët, janë të rik me cilën unë kam të bëj për vit, edhe mundohem të nxis realisht që atë diplomën që e marrin, t'ju vlevë realisht diçka dhe t'investojnë diçka. Për mua kanë rëndësi disa elementë që duhet mbahen parasysh kur bëhet një investim. Mund mos kesh 150.000 euro, mund mos kesh asnjë para në xhep dhe ti absolutisht mund të nisësh një gjë super suksesshme. Pse duhet mbajtur parasysh kjo gjë. E para njëherë nuk duhet që ai agroturizmi, për shembull, nëse mund të flasim për agroturizmin për investim, sa aty më pëlqen më shumë të flas, nuk duhet bëhet i gjithë ajo oferta jote që ke në mendje, të plotësohet më njëherë. Jo. Nisi vetëm me një hapësirë ku ti mund të jep mundësinë turistit të hap çadra. Gati zero investim të duhet. Nisi me një gabim shumë të vogël, përfjetje, të cilën ti mund ta kesh të përballueshme në volumin e ushqimit që të kërkojnë ata 2 njerëz, 3 njerëz, 5 njerëz që mund të flenë aty, sepse ke kopshtin tënd, ke fermën tënde. Pra, ideja e parë është që duhet nisur në mënyrë shumë graduale. E dyta, në Shqipëri edhe me studim, po që se nuk është familja, e ka pyet mbështetja jote. Është shumë e vështirë që biznesi yt të ketë një jetë gjatë. Pra bëje investimin ke ferma e familjes, afër familjes e kështu me radhë. Profesor, sa i mençëm ishte ai që boni byreket lushin? Sa i jarova si ka emrin? Me cila? I papa, me byrek. Byrek po. Po byrek është element. Ja, ti po flisje i çfarë? Dhe mund kujtuaj një herë kështu me 2 karike, pastaj e bëri një kiosk të vogël, pastaj kështu vetëm byrek asnjë gjë tjetër. Ja urdhëra. Të gjithë agroturizmet më të suksesshme që zonë ndoshta ti përmendem dhe që ju i njihni besoj, i kanë këto dy elementë. E kanë nisur me gjë të vogël, por familja ka qenë gjatë gjithë kohës. Sa i mençëm, ma shpjegoti. Për mua kjo është mënyra më e mirë, edhe para atë 150 mijë s'ka nevojë ta ketë. Mund mos ketë fare, mund të ketë kursimet e veta, paraja gjendet, nuk është problem. Mjafton të kesh idenë dhe bindje që kjo ide të funksionon, dhe pa diskutim duhet vullnet. Pra dua të them që për mendimin tim, mënyra më e thjeshtë dhe më e mirë, më e sigurt është një turizëm në territor, aty afër familjes, sepse edhe emocionalisht ndihesh i ngrohtë, ndihesh i sigurt që ai biznes do vazhdojë. Njerëzit puna juaj, profesor, jo do të shpërish, kem bërë atë shkollë, po ata që marrin vesh thonë kur dalësh, kur thesh rrugës për të bërë pazar, mos merrte shumica, po merrte ata që shesin afër shtëpisë. Ai që ka pak. Kur punë do të fiq, speca, domethënë dëgjon, gjëra kështu. Pse do të kjo? Ndodh kjo sepse edhe ne si klient përgjithshëm ke vënë re ose të paktën dikush e një ushqim të shëndetshëm, priret shkoj ka një restoranti i vogël, ku ka volum të vogël, sepse ka garancinë në 2 gjëra, e para shëndeti i produktit dhe e dyta hallkat në të cilat ka kaluar ai produkt që po flasim. Sa më të shkurtrat janë hallkat që kalon produkti, aq më perceptimi i mirë është dhe ndjesia e shijes produktit është. Agroturizmi për shembull pikërisht këtë gjë bën. Shkurton hallkën. Ai parimi nga ferma në Pirun
është eksaktësisht në agroturizëm. Kur shkon e konsumon në restorantin e agroturizëm, ti e shef produktin para syve fizikisht. Qartë. Dhe kalon nga aty te kuzhina vjen në pijatën tënde. Ndërsa kur ti shkon në një vend tjetër që nuk është i tillë, ke pikpyetjet e tua se mbase ka çeduar ai sistemi i ftojes, ka çeduar ato problemet sigurisë që mora. Agroturizëm duhet hahet me dorë, me piru. Shumë dakord, jam shumë dakord. Dhe ky është një tjetër element i identitetit njerëzimit përgjithësi në fakt, po edhe atyre zonave ku ne konsumojmë. Profesor se na dhëm zemra për kur. Ore ç'është ai mish që vjen pjatë shumë, po ne ai duhet të jetë në hell apo jo? Shiko, ai duhet të jetë gjithë atyre mënyrave se si gjyshet tona kanë gatuar. Në prush, në saç, në hell, ndoshta. Po çan do brusketa. Do bëra brusketa për shumë. Shiko, po e më valla pitës e petlla. Ti bën shumë mirë që e bën këtë version. Unë po e analizoj. Jo, është shumë interesant, po njerëzit duhet të kuptojnë se është një debat sot në kuzhinën e agroturizmit. Shumë klientë thonë, shiko, keni një kuzhinë të njëjtë, keni një menu nga ditë të njëjtë, duhet të ndryshoni. Dhe tani mes kuzhinierëve të agroturizmit ka një diskutim që a duhet ta ndryshojmë atë recetën tradicionale. Profesionistët, jo, unë nuk marr vesh nga kjo punë, thonë që ka një përqindje të saktuar që ta recetën tradicionale me ingredient ta ruash, por ta ndryshosh në strukturë dhe në formë, për arsye të dinamikave të kërkesës. Kështu që ti mund ta shikosh në forma të ndryshme në pjatën tënde, por me rëndësi është të ruhet përmbajtja dhe ingredientet e produktit që flasim. Agroturizmi sot për shembull e bën shumë mirë një gjë të tillë. I dashur profesor, të falenderoj shumë për këtë bisedë që s'po them që do rregullojmë një gjë, po të paktën zgjon disi në një farë mënyre dhe i çon njerëzit kuptojnë që sot, meqense është dhe shtunë, mos ia fusin gjithë drejt plazhit. Ja ku janë malet, otrat. Ose të paktën do të nëse mundën. Madje duke qenë se janë më të freskëta në një stin të tillë, janë malet janë kota, nuk është deti. Po që hajt për kalamajve me demek, shkojmë det. Në fakt malet dhe kotrat janë më freskë. Ka dhe më shumë ngjyra, ka dhe më shumë bollok. Nëse mundemi 10 sekondë në fundit, turizmi sot nuk bëhet më të shkosh e të rish në vend dhe lodhesh duke ndenjur në fakt break det, turizmi sot bëhet, pushimet sot bëhen duke qenë aktiv. Sa në det, sa në mal, sa në agroturizëm, sa në bujtina dhe do e sugjerojnë fuqirimisht këtë. Edhe diçka tjetër të fundit. I biologaraja. Kombinim. Po jo vetëm, për gjithë territorin mos harrojmë 360 km vilinar bregdetar shoqërohet me territor. 2 hapa jemi. Sigurisht nuk është shumë. Diçka e fundit nëse mundem. Ne po flisim për një fenomen, një sektor sot, quhet sektor sepse ka politikë bërje dedikuar, ka programe studimi dedikuar, ka një sektor që ka një shoqat agroturizmi. Dhe fuqia e këtij sektori sot po rrit gjithnjë më shumë sot që flasim me matjet që bëjmë studime sepse fatkeqësisht kemi të dhëna zyrtare. Është një sektor që blen mbi 60 milionë euro, është një sektor që punson mbi 3000 njerëz, është një sektor që pret e përcjell edhe ditore ndoshta. S'ka kapacitet akumulues mbi 1.2 milion vizitor gjatë gjithë vitit. Dhe po flasim për një sektor që është shumë serioz. Ndaj dhe unë besoj fort që në qoftë se do ketë një aspekt i turizmit që po flasim ne dy sot këtu, që do t'ja ndryshojë dhe do ta bëjë veçantë Shqipërinë e vogël përballë luanëve turistik në rajon që kemi, unë besoj që është agroturizmi. Inshallah qoftë shumë. Shpresoj. Një prej poemave më të lashta, më emblematike shqiptare është Bakti dhe bujqësi. Mos e harrojmë këtë. Eksakt. Profesor, me kratë gjitha. Falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Mirë shumë, ora është po shkon për pak sekonda shkon pa 20, 9 pa 20 dhe ja të kemi me Armanin ton të Myzeqes. Amo Arman. Mirë me gjese, nga Myzeqea. Ama? Si ka ecë rrobat e banjës? Mirë, ja po ecën mirë. S'pas ke punuar mbro. Po kam punuar, por ka dhe sa vështirësi të vogla, sepse tani fillon ngushtimi dhe normalisht që është pak e vështirë. A është abat? Po që do t'ja dalim. Do t'ja dalim. Mirë shumë. U mblodhët mërë më? Jo, në fakt, sepse mbrëm nuk u mblodhët, sepse banorët e Myzeqes ishën pak të shqetësuar dhe të mërzitur. Pse? Po nga që hedhin mbetje në lumë. Kush më nga ja? Dhe hedhin, po banor ven, kur shikojnë që s'ka njëri dhe marrin mbetje që kanë, përvëndon një hedhin lumë, nuk i djegin, apo të qojnë në një vend taktuar, por i marrin dhe hedhin lumë aty. Zdebe? Por,
ka dhe nga ata që i hedhin nëpër kanale, sepse thonë herë se kush vetë deri te koshi, edhe bllokohen urat. Mirë, kur bllokohen urat, siç ka ndodhur me një banor që veti ka hedhur, është bllokuar ura e komshiut dhe është përmbytur. E kuptova. Unë shpresoj që sot mos kemi probleme, se sot kemi ditë të madhe, kemi fest. Kemi festën e Amerikës, apo jo, si do festoni juve sot? Sigurisht, kemi disa festa në fakt, jo vetëm festën e Amerikës, festa e Amerikës është një ndërkohë. Kemi festën e Amerikës dhe normalisht do festojmë me çfarë kemi menduar të bëjmë? Me muzikë, me hare. Me çfarë muzikë? Ajo që kam menduar unë është që të kemi pak Eminem, kemi pak muzikë Rihanna, pra kemi një mik. Ndryshe. Kemi edhe pak muzikë italiane. Do merresh vetë domethënë në këtë punë, apo jo? Po, sigurisht. Po për të ngrënë çfarë tani? Kurse për të ngrënë si fundjavë që është, pse jo pak mish, pak perime, pak shalqi. Për shembull, Okej, shumë mirë do voni për festën e Amerikës. Ndërkohë, por megjithatë, përveç festës së Amerikës, ne kemi edhe ditëlindjen e madhe. Kemi edhe ditëlindjen e Giuseppe Garibaldi, sigurisht. Këtë ma qaj, ha? Giuseppe Garibaldi, duke qenë se kemi italian Giuseppe Garibaldi, ishte një njeri, një ushtar italian dhe i cili kontriboi në bashkimin italian dhe në mbretërinë e saj. Bravo. Normalisht që ne do ta festojmë pak me lazanja, sepse ne bëjmë ditën e nesër me sepse më përpara nuk e feston do më pas po. Kështu që meqense sot do festojmë për Amerikën, pse jo një ditë të diel ta kalojmë me lazanjë. Me lazanjë, por na duhet edhe një gatim shqiptar, sepse sot pikërisht sot ka ditëlindjen Era e Strefi. Ka ditëlindjen Era e Strefi dhe për gatim për Era e Strefin. Për Era e Strefin, unë mendoj që të bëjmë një tavdheu. Bravo. Bravo, s'është shumë mendje. Sepse është një ushqim tradicional shqiptar. Tavdheu për Erën, po, shumë mirë, bravo. Ku të ka shpomena pije për Erën? Duke qenë se shkëntare, domethënë me një energji të fortë, pse jo, mos pim pak koktejl për Erën. Urgjent, dua angazhohu me këtë gjithë ditën dhe na nderon dhe neve, mos haro. Jo vetëm tënde, mirë? Po patjetër. Nga goceletës me haber? Jo, nuk kemi sot haber nga ajo. Shpresoj që fundjava të sjellin në gjë më të mirë. Por fundjava besoj do ketë diçka. Okej, Arman. Na ndero. Nderon veten, familjen, por dhe ne. Mirë? Po, sigurisht, dhe kolegët dhe shoqëri. Bravo, me urgjencën më të madhe. Mirë. Ecim neve, ecim. Ja të kemi në Shkodër. Zemra në mëngjesi. Mirëmëngjesi Aldo, mirëmëngjesi gjithëve. Jemi zgjuar me mëngjesin e nxehtë, ku këndojnë xhingallat edhe sigurisht tregohet ajo atmosfera e të nxehtit, e cila sigurisht duke qenë fundjavë, patjetër që orienton njerëzit drejt plazhit, por edhe kur shkojnë në plazh, prapë kanë mendjen tek sporti. Duke qenë se edhe aty janë vendosur ekrane të mëdha për të parë ndeshjet, për të shijuar mbrëmjet e kështu me radhë. Ashtu siç shijuan edhe mbrëmjen, me ndeshje të bukura dhe plot surpriza, duke qenë se Egjipti ishte surpriza më e madhe e mbrëmjes, me eliminimin që i bëri Australi, por nga ana tjetër, Kolumbia qëndroi tek pritshmëritë tona, ndërsa Argentina pati pak luhati të vogla që i bëri njerëzit në zemër. Ai më mend çfarë thash dje. Po. Është botrori i surprizave mendoj ky, sepse vërtet që ka pas shumë surpriza, për shembull Kepi ishte një nga ato surprizat e këtij botrori, i cili surprizë për ne që se kemi parë ndonjëherë. Pa e mund të jetë normal. Po, për ne që se kemi pa dhe që se jinim, se ndoshta për vendin e tyre ato janë okej, madje besoj do të jenë shumë krenar për arritjen që kanë bërë deri tani. Megjithatë, përtej kësaj pjesës, në qytet, në fakt, është ajo atmosfera e bukur, madje dukemi si një qytet europian gjatë qytetit. Edhe këtë e bëtë?
Po, njerëz që lëvizin, turist, plot, tani vetëm funksionojnë me euro gjatë këtyre ditëve. Qartë. Duke qenë se na ka sjellë edhe ca lek ato që jetojnë jashtë. Edhe funksionojnë me euro, edhe na duket veti sikur të jemi për shembull një tip Venecia apo ndonjë qytet tjetër italian. Diçka e ngjashme. Aty afër, domethënë, ai momenti kur ishe njerëzit duke prerë rrugën tek vijat e bardha apo duke pritur semafori. Ku po thua? Në Shkodër mi? Për në Shkodër po ndodhi kjo. Po. Kazan të ri të mbeturinave të vendosur. Keni investuar në kazan? Kemi investuar edhe te kazanët, kemi investuar edhe tek ndërgjegjësimi qytetar. Që duhet të jedhim mbeturinat brenda kazanit, edhe deri diku po ja dalim me thënë të drejtën. Pra, është duke qyteti i sistemuar, pra nuk të jep imazhin e një qyteti evropian, njerëz që dalin në mëngjes me atë kafe në dorë. Pra, ideja si jashtë. Si jashtë, shumë emocion ta shohësh, që në mëngjes. Mishin kokër ma bëre. Po, njerëz që vrapojnë për shkuar në punë, edhe kjo që ka ndodhur ndonjëherë. Të shtunë ku shkojnë punta? Jo, të shtunë vrapojnë për shkuar në plazh, plazh ditët e javës. Po të shtunë të dielën vrapojnë më shumë me thënë të drejtën. Se është edhe emocioni i pushimit edhe këto, si europianet, se europianet çohen herët, zgjohen herët në mëngjes dhe kapin ato trenat e kapin oraret e tyre, është ndodh edhe me ne me thënë të drejtën. Kur do bëjnë edhe me trenami? Kur do bëhemi. U tha që do na bëni një tren, po u anullua si projekt, se ka ta problematika, po... Për ato të fëmijëve? Tren e fëmijëve? Për këta? Të lodrat? Jo, do na bëni një tren prej vërteti, po... U fol shumë për këtë projekt, po në Shkodër, do na lidhë pastaj me qytetet tjera të Shqipërisë, po që për momentin është pezulluar dhe shohim në vazhdim se ka ca pengesa të vogla, po do e zgjidhim edhe këtë, domethënë nuk është se do jetë ndonjë problem i madh. Se semaforët e avund, kazanët e plerave, po tani treni ngelet. Po. Vetëm treni, po, edhe jemi të plotësuar pastaj, nuk është se kemi bërë një pastaj kocaroni. Sa harrova një 2-3 këmbë të reja lojrash për fëmijë. Çfarë thuti më? Po, edhe këto. Madje tek Shatërvani kemi vendosur një 2 lojra të reja dhe një mini këmbë të vogël për fëmijë. Dhe është edhe ai një tjetër emocion në fakt, se ti shkon aty, çon fëmijën tek Shatërvani, ke edhe ato 2-3 lojra. Pra, është pak a shumë si jashtë vendit ku kanë plot parqe lojra, kështu që. Shatërvani ka bret koca? Jo, nuk ka bret koca, që ne mirë mbajme, të në të drejtën, jemi... Bret koca është ku ta gjesh, në kalamaj. Ne kemi për mu hardhuca. Keni? Jo, hardhuca kemi edhe ne. Po bret koca jo, se dëshën se e mirë mbajme. Po. Më mirë të kesh një hardhuc shkodrane po tiranëse? Po Shkodrane se jemi mësu me tonat edhe i njohim, edhe ka njohin po ashtu. Do të janë me hardhuca me dialekt? Po, janë simpatike. Qëta qetë? Po i kemi, do me thënë, nga do që ta kapësh, jemi të plotësuar. Ti po kalove të e ka Tirana? Ka marrë një hardhuc? Me i qese me hardhuca, ta kemi. Dhe i përgjej. Po, që është tjetëri më ndej, se janë edhe simpatike këto tonat. Janë edhe... Po, i kemi edhe trime i kemi hardhucat, nuk ikun shumë shpesi. Si që ikin zakonisht hardhucat, po ecin avash, janë mësuar me ne. Kanë hardhucat angrollikse? Po, si krokodil të veç. Po. Ne duhet shtetit marrë masat të investojnë në hardhuca, të mund. Po, se hardhuca është e dobishme në zinxhirin... Vërtet e ke? Po qa është e dobishme? Po se di se qa hanë hardhuca, edhe që është e dobishme kam lexuar diku. Edhe kështu që... Ja, si do pyes hanë në Armanin, sa i merr veshën tonë. Se ndoshta ti ka edhe më tepër në fakt. Mirë, ti informohu ndërkohë në fundjavë për hardhucat, bëjmë një temë për hardhucat se është. Po. Përderisa rrojnë, një gjë e kanë ato. Apo jo? Po, janë të bukura, edhe të mira janë të shkretat. Je e bukur, për shembull i thotë djali i vajzës, je e bukur si hardhuc. Poj, elegante. Kontrollo pak mos kanë një këngë për hardhucën në Shkodra.
Për Ardhucën? Po, si Ardhucë, e bukur je. Po, Ardhuca me sa kam lexuar, kur i pritet bishti, e rigeneron vetë prap. Më gjej këngën për Ardhucën. Okej. Po, do e gjejmë. O kry. Miq, mbyllim programin për sot dhe për këtë javë, duke uruar gjithëve një fundjavë sa më të mbarë, të këndshme, të freskët, kalofshi mirë, dhe me kismet zotit dëgjohemi e shikojmë sërish të hënën në 7 pa 1 minutë. Tong, tong.